ma shpejt edhe ma përpara. Dhe me thënë se shqiptarët këto edhe shqiptarët atje bashkë. Pra duhet jenë në unison në kërkesat e tyre në rrafshin e raportit ndërmjet Kosovës ose shqiptarëve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si e keni parë punën e qeverisë Kosovës, kryeministrit dhe përgjithësi komunikimit diplomatik të Kosovës viteve të fundit në raport me Shtetet Bashkuara, zonja Besa? Kur janë atje, është shumë komunikime mirë. E kom pa disa politikanë prej Kosovës e kanë ardhur në Amerikë, edhe kom fol vetë në White House e në Kongres për punët e Kosovës, edhe kretë kanë fol mirë për këtë vend, po është puna se e ki thonë ti, nuk është në faqe parë. Edhe dhe me thonë, kur janë atje, është biseda e mirë, edhe kur vinë këto, edhe kur i vjen manë, po nuk është në faqet parë, nuk është fjalimi parë, se janë disa gjanët ma problematika në botë. Është edhe për qatë punë duhet një unison me fjallin tënë, me punu bashk edhe për me përvaru. Absolutisht, po me shumë rëndësi dhe kurimet e stabiliteti institucional do duhet të ndalem me zotin Server duke respektuar natyrisht që nuk dëshiron të flet për në rrafshin e qeverisë dhe kështu në rrafshin e politikave të brendshme, por këtu zotin Server kemi një debat shumë në raport me si po i qasemi Amerikës apo i qasemi si duhet me një farë forme